Një projekt I ri I Fondit Shqiptar të Zhvillimit po ngre dyshime të forta për abuzim me fondet publike. Në krye të këtij institucioni është Dritan Nagolli, I cili ka qenë shpesh në nënkuz për projekte që duken më shumë si biznese private sesa investime publike. Pas projekteve të diskutueshme në Lixhat e Bënjës, Sarand dhe Vlorë, Nagolli ka hedhur syt drejt Divjakës, ku është hapur një tender me vlerë prej 458 milion lekësh, rreth 4,6 milion euro. Sipas dokumenteve të publikuara, plani parashikon ndërtimin e një objekti 2 katësh me materialet më të mira, duke përfshirë gur dhe dru, dhoma hoteli, restorant, bar, pishim panoramike dhe terraca të gjelbëruara. Ky projekt I përshkruar si një ferm agroturistike ka gjithçka që mund të gjem në një resort luksoz, duke shtuar dyshimet për menaxhimin e fondeve publike. Gjashmëria e projektit me një masterplan të biznesmenit Behgjet Pacolli për Divjakën ka ndezur më shumë spekulime.